Voglushët që ndjekin kurse të ndryshme në këngë dhe kërcim pranë qendrës kulturore në Pogradec dhanë një shfaqje me performancat e tyre, e cila u ndoq nga bashkëmoshatar dhe familjar. Saktësisht u organizua show artiste vegjël edicioni 2 me pjesëmarrjen e nxënësve të klasës së kantos dhe kërcimit në drejtimin e mësueseve Luiza Mara e Julieta Kolkallari. Qëllimi i aktivitetit ishte nxjerrja në pahë e punës tonë të përditshme që bëjmë me talentet e reja të qytetit, sidomos me fëmijët, jo vetëm në fushën e këngës, po dhe në fushën e kërcimit, pra te qendra kulturore Lazgush Poradeci. Fëmijët, sipas asaj që pam sonte, ishin shumë të interesuar të dilnin sa më bukur, sa më mirë, të shpalosnin atë çka ata kishin mësuar gjatë të gjithë periudhës 3 ose 4 mujore. Moshat ishin nga 8 vjeç deri në 14 vjeç. Pra ishin nxënës të shkollave 9-vjeçare të gjithë qytetit, domethënë përfshinin gjithë shkollat 9-vjeçare të qytetit. Pogradeci ka shumë talente, nxënësit janë shumë të talentuar dhe shumë inteligjent, dhe mendoj se po ja kemi arritur qëllimit, përderisa fëmijët morën emocione dhe duartrokitje, ishte një emocion i veçantë edhe për prindrit të cilët i pan të ngjiten në skenë, edhe morën dhe duartrokitje dhe bashkëmoshatarëve tyre, qëllimi është arritur mendoj. Edhe presim sa më shumë nxënës të tjerë. Performancat plot gjallëri dhe pasion të voglushve u dha ngjyra dhe energji jo vetëm skenës, por edhe ambientit, duke u shpërblyer me duartrokitje të ngrohta nga publiku i pranishëm në sallë. Në fillim kisha shumë emocione, dridhe i gjitha, por më pas se kam gjithmonë sa herë që ngjitem në skenë e marr fuqinë dhe s'më intereson më për çdo lloj gjëje që ndodh për shark. Unë performova në koncert SUS të Ronani Shliut. Ishin emocione të papara, dridhesha nga emocionet. Unë prezentova me këngën Na lini të jetojmë. Kisha pak emocione, po fal publikut me duartrokitjet e tij e kalova. E duam jetën ndaj na lini të jetojmë, o mi kopla pak qetësi për shpirtin tonë. Në përfundim të aktivitetit, artistëve të vegjël ju akorduat certifikata e pjesëmarrjes, si dhe një vlerësim për përkushtimin dhe talentin e treguar në këtë shfaqje.